Dua të kaloj pak tek rasti tjetër. Kemi patur një nënë e cila ka braktisur 3 fëmijët e saj dhe është bërë denoncim nga bashkëshorti. Në spital të Durrësit është rasti. Marcel, më sill detajet e kësaj ngjarje që ta diskutojmë më pas me Margaritën dhe me Entelën. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Pse është detyruar bashkëshorti që të denoncojë për braktisjen e fëmijëve bashkëshorten e tij? Atëherë Flori, në Komisariatin e Durrësit është bërë një denoncim nga bashkëshorti i një 30 vjeçare e cila kishte kallëzuar të shoqen që ishte larguar nga data 17 shkurt të këtij viti, cila nuk ishte paraqitur në banesën e tij dhe kishte lënë pas 3 fëmijë të mitur. Sipas burimeve zyrtare dhe sipas informacioneve të grumbulluara nga policia e Durrësit, ne mësuam se zonja në fjalë ishte gjetur 30 vjeçare, por gjithashtu ishte marrë në pyetje edhe nga grupi hetimor në lidhje pse ishte larguar nga banesa, por ajo kishte deklaruar sepse ajo ishte në lidhje me një person tjetër dhe kishte vendosur që të largohej. Ishte në lidhje me një person tjetër dhe kishte faktikisht edhe ka kërkuar që të largohet. Pra kjo ka qenë arsyeja. Po. Që të largohe. Po, dhe ishte larguar. Regjia më jep Marcelin në studio që të dëgjoj. Po. Po Marcel. Kishte lëvizur në një lagje tjetër të Durrësit, nga spitali, jo në spital ku jetojmë, por kishte lëvizur në një lagje tjetër të Durrësit së bashku me bashkëjetuesin e saj të ri. Sipas informacioneve të grumbulluara deri në këto momente nga policia në Durrës, kishte filluar si një njohje në rrjetet sociale dhe më pas prej datës 17 shkurt që dyshohet që të jetë larguar dhe zonja nga shtëpia, ka filluar të bashkëjetojnë së bashku, ku ka munguar dhe vitet e djeshme është bërë dhe denoncim. Fëmijët i ka lënë tek bashkëshorti dhe a janë ata të divorcuar apo jo? Pra nuk ka një proces divorci. Aktual. Do, deri në këto momente ata rezultojnë akoma të martuar dhe nuk janë të divorcuar, por nuk përjashtohet fakti që mund të kenë nisur dhe procedurat e divorcit që pas ditës së djeshme ku është bërë dhe kallëzimi në polici nga bashkëshorti i saj. A ka sa kohë ka që kishte nisur këtë marrëdhënie të re pra për të kuptuar nga njoftimi i bashkëshortit, se dua të kuptoj edhe këtë, do ta përdori bashkëshorti këtë si alibi në procesin e divorcit për të mbajtur fëmijët apo jo, se Margarita po më qesh, po janë arsye këto, janë arsye të cilat na tregojnë. Po Marcel. Faktikisht Lori, nuk kemi një periudhë kohore të saktë se kur ka filluar procesi i njohjes me personin në cilin tani jetojnë së bashku, por që nga data 17 shkurt ka deklaruar në polici bashkëshorti i 30 vjeçares që ajo nuk praktikohej më në banesë dhe nuk jetonte me familjarët e saj, pra kishte braktisur bashkëshortin dhe 3 fëmijët e saj të mitur. I ka braktisur. Dakor, mirë, detajet e tjera nëse keni ndonjë pyetje, ke ndonjë pyetje Margarita? Jo, nuk kam ndonjë pyetje. Po pse nuk je kurioze të dish? Jo, nuk jam kurioze sepse kam ndeshur disa raste të tilla dhe nuk jam kurioze, biles më dhëm koka në një farë mënyrë. Se? Nuk ka asnjë burr në botë që të zëvendësoj dashurinë për fëmijët e tu. Me këtë fjali, kjo është fjalia ime, kjo është diviza e jetës time. Nuk ka asnjë, do me thënë, madje dhe babai i fëmijës. Jo, asnjë burr në botë që zëvendëson dashurinë e fëmijëve të mi. Dashurinë që kam unë për fëmijët e mi. Kur nuk e zëvendëson babai i fëmijëve të mi, sepse ai ka një dashuri të një lloji tjetër, pra bashkëshorti duhet me një lloj dashurie tjetër. Por nuk ka asnjë burr tjetër përveç se këtij bashkëshorti tim që mund të zëvendësoj dashurinë që kam unë për fëmijët e mi. Okej? Tani kjo nuk është deklarat, kjo është bindja ime, do ta kem këtë bindje derisa të jetoj dhe të marr frymë mbi këtë tokë dhe me këtë bindje dua që ti thua fëmijët parë dhe më pas i dashuri. Patjetër. Shiko, nëse ti ke një të dashur dhe do të martohesh me një të dashur, ti nëse je kaq e zonja, duhet që atë të dashurin duhet ta duash duke dashur dhe fëmijët e tu. Pra, ai dashuri nëse të do ty, duhet të doj dhe fëmijët e tu. Nuk ka dashuri me kushte për fëmijët e tu. Tani, në lidhje me braktisjen, kjo nuk po e zgjat shumë këtë diskutimin moral dhe sociologjik, sepse do ta bëjmë më mirë zonja që kam për krah. Sepse edhe më acaron në fakt. Të bezdis? Më bezdis. Një nën duhet jetë e bezdisur nga ky fakt. Një nën e shëndetshme që sjell në jetë fëmijë dhe do vërtet të rrisi 2 qytetar, 3 qytetar, 4 qytetar, sa lind ajo nën atë devotshëm. Pra ti nuk do të shkonte kur në mend që të lije fëmijët për një histori. Absolutisht. E bëri kështu klishe pyetje. Po, absolutisht. Se nuk vetëm që e bëri me vetdije të plotë. Po jo, edhe po e bëri me vetdije të plotë. Shiko, në lidhje me braktisjen. Po. Nuk do ta bëja kurrë. Të thash,
edhe po të vendosja që ta bëja për një do ai njeri... Edhe nëse ajo ka qenë në kushte e dhunuar, se ne nuk e dim. Jo, kjo është tjetër gjë. Ne nuk e dim se si. Po pikërisht për këtë po flas tani, këtu do bëj vijën ndarse. Tani, edhe në qoftë se dikush do mdonte mua dhe unë do vendosja të braktisja familjen e parë, qëka në familje të tërë, ky njeriu do më donte me gjithë dashurit e mia, që janë fëmijët e mi. Nuk ka ashtu, ashtu nuk ka. Për ndryshe ai nuk më do mua. Okej? Kjo pun ka marrë fund. Tani, në lidhje me braktisje. Me braktisje. Do shpjegoj njërë braktisjen se si kuptohet në jurisprudencë. Si nocion juridik. Në rastin kur ajo fëmijët i ka lënë dhe i ka lënë në familjen dhe i ka lënë me baban e vetë, kjo në jurisprudencë nuk është braktisje. Braktisja të ne ka disa kushte. Kur ti i lë vetëm të pa ushqyer, pas një gjë, këta janë në kushte mbijetese e tjera e tjera. Janë minorene të tjera e të tjera. Kur i lë me baban, nuk quhet braktisje, ashtu si babai kur i lë me nënën nuk quhet braktisje. E kuptova. Braktisje ne e përdorim në frazeologjinë e jetës së përditshme. Tani përsa i përket faktit që kur nëna largohet, dhe ajo pyetja ishte shumë e drejtë, Flori, dhe faleminderit që e bëre, sepse këtu është dallimi. Ka plot nëna të cilat largohen për shkak të dhunës. Kjo nuk është braktisja. Ajo largohet që të ketë një fillim të ri dhe të ndërtoj një stre të re me fëmijët e vet pa dhunë. Dhe unë të gjitha këto gra i mirë kuptoj dhe në gjitha këto raste, gjykatat shqiptare ka një praktik shumë të mirë vendosur për këto raste kur nëna ikën nga dhuna. Dhe gjyqtarët bëjnë aq shumë gjyqe të seksionit familjar që janë në gjendje ta kuptojnë dinamikën në çift shumë shpejt që nëna është larguar për shkak të dhunës. Dhe kjo nuk konsiderohet asnjëherë braktisje dhe asnjëherë. Po nëna po largohet të gjejë një zgjidhje, të shpëtoj vetë që të jetë në gjendje pasaj të shpëtoj dhe ato dashuritë e mëdha që janë pa kushte, Flori. Se nuk mendoj që edhe një nën shkon të bëj 3 fëmijë dhe pas t'i braktis. Jo. Do me thënë deri në kushtet për të bërë 3 fëmijë. Në përgjithësi nuk ndodh. Se kuptojnë nëse ka qenë detyruar dhe mund të jetë bërë 1. Në përgjithësi nuk ndodh. Këto rastet, që po ta marrim të mirë qenë gjithmonë, se unë jam profesioniste dhe po them gjithmonë nëse, sepse nuk e dim rastin konkret, nëse ka ndodhur kështu, sikur rrethanat e faktit janë tilla, që kësaj i ka marrë kokaer, në kuptimin e thonjë, sepse dashuria është një akt shumë sublim, po dashuria ka rregullat e veta, kupton? Tani nëse kësaj i tha mendja që do iki dhe do lej këtë fëmijë dhe ka ikur vetëm për këtë mashkull, e kupton? Nuk di çfarë them, domethënë, dhe do shkoj prapë tek ajo fjalia e parë. Dhe në këto raste gjykata patjetër në të gjitha rastet të paktën që kam parë unë ja ka lënë fëmijët babait. Po, partneri që ri sepse ti tregove që ti nuk do t'i marrësh këto fëmijë. Dhe në rastet e burrave dhe në rastet e gratë, se ti tregove që u largove dhe nuk do. Po, dhe ndoshta ai tjetrit ka vënë kushte që mos i merr fëmijët e të tjera. Në këto raste zakonisht, domethënë, nuk është se do ta përdori babai si alibi, po edhe po ta përdori gjykata, sepse gjykata gjithmonë mendon interesin më të lartë të fëmijëve. Dhe në këtë rast në qoftë se një baba që janë lënë fëmijët dhe po përkujdeset për ata, ka treguar që mund përkujdeset dhe kur bashkëshortja ja ka lënë se ka ikur me dikush tjetër. Por në qoftë se ajo ka ikur për rrethana të tjera, për t'ju shpëtuar dhunës e tjera, kjo është komplet një gjë tjetër. Pra jemi në kushtet të tjera juridike për diskutuar. Entel, se tani duat nalen pak dhe të ky fenomeni. Dakor, po jemi tani në themin në rastin antagonist të diskutimit parë që patëm, pra kemi braktisje prindërore dhe kemi diskutim të braktisjes fëmijëve. Unë vazhdoj të mendoj që ne po jetojmë një periudhë inflacioni vlerash familjare, duam nuk duam ne. Se për çfarë kemi shumë pak informacion, falet nga gazetari lidhje me ngjarjen brenda familjes, ose nuk është zbardhur akoma, ose nuk ka informacion se për çfarë arsye është larguar. Por që ti të mirë mendosh një marrëdhënie tjetër, nuk më duket aq e nxituar se ke ikur nga dhuna me vrap. Që të mirë mendosh një marrëdhënie tjetër. Nuk është rastësi. Nuk është rastësi, pra ti nuk e ikur nga dhuna, ke ndërtuar një marrëdhënie tjetër ndërkohë që je aty. Pra, në një farë mënyrë apo në një tjetër, tu ka një gjë që në aspekt moral që don. Pra ti thua, nuk largohesh dot. Jo, nuk e ikur nga dhuna me vrap. Nga dhuna për të gjetur dikë tjetër. Jo, po ti po rrife sa mund të ndodhë në të njëjtën kohë që se nuk shkon. Entela do të thoj këtë që nuk mund të ndodhë në të njëjtën kohë që ti je kaq e dhunuar dhe ti
Po kështu dhe romantikisht je kaq në momentin që njeriu është në mbjetesë, vetëm në mënyrë që gjë që ai ka në kokë është mbjeton. Të mbjetoj pra kjo. Edhe në rastet ku njeriu ndërton një familje të thjesht ka mbaruar dhe nuk ka fuqinë ligjore, emocionale, ekonomike të largohet nga marrëdhënia që ajo ka ngecur. Tani problemi i dikush është që ne kemi 98% burrave që braktisin familjet dhe duket si një gjë normal është divorci, themi ne. Dhe kur ndodh ky rasti që kjo është femër, pastaj nuk na qen ka normal divorci. Tani, unë pra ka një padrejtësi sociale. Ka një padrejtësi sociale. Padrejtësi sociale në gjitha aspektet e fushave të jetës. Nuk kemi rehabilituar akoma si shoqëri te kjo pjesa e trajtimit të femrës njësoj të trajtimit të dukurisë. Ne themi iku femër. Pse thua iku femër? Njëri prind braktisi fëmijët. Edhe shkojmë me dikë tjetër. E njëjta gjë sikur ndodh edhe me partnerin mashkull në 98% rasteve. Problemi për mua esencial nuk është as një femër që nuk do të rritet së shendenj për të ndetë përdesa ikën, dhe as një bashkëtor që s'ka gjetur rrugën për ta zgjidhur që për këta fëmijët. Problemi për mua janë këta 3 fëmijë që janë braktisur. Pra si ata janë problemi i vërtet. Si shkon historia e tyre? Sa të bullizojnë ata nga shokët? Pra, sepse ne dimë se çfarë emërtimi i vendosen fëmijëve në shkollë në lidhje me këtë gjë që i ka ndodhur për nënën e tyre etj. Dhe unë kam pas rast të një studente që tentonte vetë vrasën sepse nëna e kishte braktisur dhe shoqet e klasës dhe nuk ishte martuar me dikë tjetër. Thjesht nuk ishte e lumtur me partnerin dhe kishte lënë fëmijët e babait dhe kishte ikur, që janë raste shumë të rralla, dhe sepse e gjykonin që mamaja jote bret bën kthen dhe të kalon ty të kaq dorë nga ty. Pra, rëndesa më e madhe emocionale tani është tek këta 3 fëmijët edhe në aspektin social. Pra si do reagojnë njerëzit që rrethojnë, dhe ata duan një kujdes veçantë emocional. Dhe ne jemi shoqëri që ngrejmë gishtat te partnerët. Ore, duhet i ulim armët. Në moment që kemi fëmijë në mes, duhet i ulim gishtat nga njëri tjetri të gjejmë një zgjidhje për ngjarjen reale ku jemi. Jam dakord, por ama dhe kjo situata tjetër që e shoh shumë shpesh te gjitha çiftet që po bëjmë një fëmijë të radhës për të rregulluar marrëdhënien e mes nesh, pra se kjo kështu nis sikur ti ulim armët se nuk jemi mirë. Edhe të kuptojmë dhe të reflektojmë. Nuk e rregullon marrëdhënien bërja e një fëmie. Po pra, ne pra po them. Sepse në këtë marrëdhënie njëri nga partnerët nuk është i lidhur dhe ai që është shumë i lidhur dhe do fort pretendon që ky do përmirësohet. Po njerëzit nuk, domethënë, ka një problem në shoqërinë shqiptare se ne martohemi me dikë për vlerat që ai ka dhe pastaj duam ta tjetërsojmë për vlerat që ne duam. O e pranon për vlerat që e ka, ose ai nuk ndryshon më për ty, as ajo. Se ti njeriu e ke njohur për aq vite. Kjo është e një marrëdhënie, që ti e do për këto vlera që ai ka. Dhe pastaj ty fillojnë gjatë rrugës nuk të pëlqejnë të gjitha vlerat që ai ka apo ajo ka. Dhe fillojnë të tjetërsojnë dhe këtu fillojnë një pjesë e mirë e debateve. Po s'është i lumtur pala tjetër që do ta tjetërsosh. Patjetër, atë kjo pala tjetër që do ta tjetërsosh nuk do rri me zot. Se s'është vetvetja. Po një fëmijë po sa fëmijë të duash, ai nuk do ndryshoj derisa ose vërtet ta doj partnerin, ose